Thot njëri nga të parë tonë, mos u brengos. Nëse e hum apo e ke hum njëri nga prindërit, mos u brengos. Se ai që ishte më i dashur i Allahut, lindi jetim. Dhe në periudhën e fëmijërisë e humbi edhe nanën e tij. Mos u brengos. Nëse të vdes ndonjë fëmijë, pejgamberit Allahut i vdiqën të gjithë fëmijët, duke qenë gjallë, përpos Fatimës 6 muaj pas tij. Mos u brengos. Nëse dikush të akuzon nder, pejgamberi Allahut tash akuzu nderin e tij, në gruan e tij Aishën. Mos u brengos nëse je thellu në borxhe, se pejgamberi Allahut vdes i thelluar në borxhe, ku je leku i luftës së tij ishte hipotekë e ndalur te një qifuti. Mos u brengos nëse të ngushtohen çështjet materiale të shtëpisë, se pejgamberit Allahut kaloshin 3 muaj apo 2 muaj dhe nuk u dheste zjarr në shtëpinë e pejgamberit Allahut. Jetonin me hurmë dhe ujë. Thot nëse të shkurorizohet ndonjëna prej vajzave të tua, mos u brengos. Se kështu pejgamberit Allahut për një ditë di vajza i shkurorizohen. Mos u brengos nëse dëbohesh nga vendi yt pa kur një faj, se pejgamberi Allahut është dëbu nga Mekka, vendi më i dashur i tij. Thot mos u brengos nëse nuk të respekton dhe nuk të ndëgjon ai që e don ti fort. Këse pejgamberi Allahut e përjetoi këtë. Ebu Talibi e ndëgjoi Ebu Gjehlin dhe nuk e ndëgjoi pejgamberin. Nëse nënçmohesh, përbuzesh, mos u brengos. Se pejgamberi Allahut është ofendu, derisa plehnat e plehu i devës është hedhur mbi kokën e tij. Mos u brengos nëse ke bojkot nga të qertë, se pejgamberi Allahut 3 vite me radhazi u bojkotua në kambin e Beni Hashim. Nëse ban një dert dhe një gajle në gjermën tonë, mos e ke dert. Se kështu pejgamberi Allahut jetonte, i cili kishte dertën më të madhe që njerëz ta pranojnë dinin e Allahut. Derisa Allahu i tha në Kur'anin e Kerim, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ti a don me mbyt veten tonë pse ata nuk po bëhen musliman? Nëse të përgënjeshtron dikush dhe nuk ta pranon fjalën, mos u brengos. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë ai i cili është përgënjeshtruar nga populli i tij. Nëse të dhem dhambi, mos u brengos, se pejgamberit Allahut ju ka thithë mballët. Para dëllet të ndërsh, nëse të akuzon dikush me atë që se posedon, mos u brengos. Se pejgamberi Allahut është akuzuar, është i etiketu si falltor, si magjistar dhe i çmendur. E nëse je lodh në ibadet, dije se pejgamberit Allahut ju kanë oj karat, ju kanë oj kamët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke bën namaz natë. Megjithatë, pejgamberi Allahut me gjithë këtë ishte i lumtur, ishte optimist, nga se e pa gjetë pushimorën e tij kur i thonë të Bilalit, erihna biha ja Bilal, na ban që të jemi të lumtur apo të pushojmë në ta o Bilal, kisht Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra thot pejgamberi Allahut, nëse e godit një musibet, kujtone pejgamberin Allahut. Dhe më kujtohet i ka marrë një 10 ligjerata sprovat e pejgamberit Allahut prej fëmijërisë deri në vdekje.
Nuk ka një njeri që sprovohet me diçka vetëm se pejgamberi Allahut është provu me ta. Nuk ekziston sprov deri në ditën e gjykimit që njeriu mund të sprovohet me ta e pejgamberi Allahut mos ta ketë shijuar këtë sprov. A dini pse? Për shkak se më të sprovuarit janë më të fortit. Ka thënë pejgamberi Allahut më të sprovuarit janë pejgamberët. E pejgamberi më i fort ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata që i përngjajsojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vetëm ne kemi një dallim. Cili janë dallimi? Se ne sprovohemi mirë po ankohemi. Kurse pejgamberi Allahut është provu dhe asnjëherë nuk është anku. Nuk shuni historia. Se pejgamberi Allahut është anku, derisa transmeton Aisha i thotë ja Rasulullah, a ki përjetuar dhe një sprov më të rëndë se sa ditën e Uhudit? Thotë po Aisha. Pejgamberi Allahut përgjigjet këtë rast dhe nuk është anku. Ka thonë ditën kur e kam shfaq islamin popullit Taifit. Dhe e kanë dëbu, e kanë për zonë, e kanë për buzë, e kanë për gjak, derisa pejgamberi Allahut ngel i dëbuar mes Taifit Mekkës. As Taif nuk e pranojnë, as Mekkasit nuk e lejojnë. Dhe vjen një rasti që pejgamberi Allahut ta hakmirët. Vjen një melek që thot pejgamberi Allahut kur ki melek në tokë nuk ka zbrit vetëm atë ditë. Nga qielli 4 me urdhat Allahut të qenë nën urdhat e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe jep selam pejgamberit Allahut dhe i thot o i dërguari i Allahut, Allahu azza wa jall më kalon në disponimin tënd. Nëse dëshiron që t'i bashkoj këtë dikotra dhe t'i përmbysi këtë popull, do t'a vaj. Çka thot ai i cili përjetoi të gjithë sprovët? Çfarë mund të thot ai që e barte një zemër të çmueshme të lartë të madhe? Tha jo, asesi. Ndoshta në të ardhmen Allahu azza wa jalla ja mundson nga këta të lindin fëmijë që të jenë në dinën e Allahut. Optimist pejgamberi Allahut edhe kur ishi dëbuar. Optimist pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ishte i përbuzë dhe i nënçmuar. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, nuk ka mundësi ta bartin këtë din vetëm zemrat e mëdha. Nuk ka mundësi që ta përcjellin gjeneratëve të qera vetëm ata që ja dojnë të qerve atë që dojnë për veten e tyre. Allahun e lusmi që Allahu të na bën nga ata të cilët ja dojmë të qerve më tepër se sa atë të mirën, më tepër se sa atë që dojmë për veten tonë. E nëse ne jena në shërbimin e qerve, s'ka dyshim se Allahu falënderues do të jetë në shërbimin tonë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk u ankua. As nuk luftoj që të përmendet e ty emri ti. A ka emën si përfaqen e tokës pas Allahu që përmendet më shumë se emri Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dhikrak. A ka emën apo person që qohet salavat më shumë se sa mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? A ka njeri më i lartë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në dunjë dhe në ahiret? A ka shkallë më të lartë që jepet dikujt post Muhammedit sallallahu alaihi wasallam? Me çka arriti këtë? Arriti me përpjekje, sakrificë dhe jo anë.